Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ju uroj të gjithëve një të diel të bukur, një të diel të mbar me shumë energji dhe me gjëra pozitive, me lajme pozitive. Ditën e sotme do ta nisim rreth një analize, do ta nisim rreth një komentimit kundërdrejt një banorit i cili ka trazuar jo pak ujërat brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë ka krijuar një gjurullti aty brenda që askush nuk e kupton në fakt se çfarë po ndodh. Rogerti është një banor që në momentin e parë në fakt kur hyri brenda asaj shtëpie, hyri me një maskë. Në dhomën e rrëfimit pati thënë se kujtoj shumë mirë që unë do të hyj brenda në shtëpi dhe do të sill energji të bukur, do të sill pozitivitetin, do t'i jap adrenalinë, do të ndaloj ofendimet, do të ndaloj denigrimet që po bëjnë banorët kundërdrejt njëri tjetrit. Por Rogerti me hyrjen e tij nuk është se i ndaloi këto gjëra. Ai thjesht u dha më shumë zjarr këtyre gjërave dhe sot domethënë është një ndër banorët më të komentuar edhe pse nuk ka hyrë që në ditët e para, ka hyrë në ditën e 30. Nata e mbrëmshme ishte një natë kushtuar Rogertit, kushtuar lojës së tij dhe kushtuar momenteve të tij. Do me thënë të gjithë kemi pritur që të mbrijë një zar fizi, që produksioni të vendos ta nxjerrë Rogertin nga shtëpia për gjuhën e përdorur, për denigrimet që ka bërë, për mënyrën se si është shprehur, por një gjest i tillë nuk ka ndodhur. Do me thënë Rogerti nuk u largua kurrë nga shtëpia, por u fuqizua dhe loja e tij në një farë mënyre u duartrokit. Natën e mbrëmshme Rogerti takoi bashkëshorten edhe djalin. Në fakt kishte një familje jashtëzakonisht të bukur, një familje që brenda saj unë realisht pash shumë dashuri, pash shumë vërtetësi dhe arrita të kuptoj një Rogert që në gjërat të cilat ai thonte dhe i ndjente ishte shumë i vërtetë dhe i sinqert. Do me thënë, do ta them surpriza më e sinqertë që unë e kam parë, do të thoni ju pse? Sepse vetë fakti që Rogerti u soll në një formë të vërtet malli, në një formë të vërtet dashurie, në një formë të vërtet force, më la mua për të kuptuar gjithçka. Tani, unë kam dëgjuar dhe me biseda që unë kam bërë në fakt me miq të afërt të Rogertit, kam arritur të kuptoj që Rogerti ka një historik të rëndë në jetën e tij. Mbrëm nuk ishte linja e jetës së Rogertit dhe surpriza që ai bëri me bashkëshorten edhe me djalin, domethënë, ishte ndoshta një mundësi nga produksioni që Rogerti të merr mesazhe dhe të ndryshon pak nga karakteri i tij. Por aty e kuptova që Rogerti është i paparashikueshëm, saqë gjatë gjithë kohës nuk e la edhe gruan e vet që të fliste dy fjalë, domethënë ishte ai që dominonte edhe në takimin me familjen, edhe në bisedën me djalin, domethënë ajo që ai dëshironte të di nga gruaja e tij ishte fakti që a je mirë ti, a është mirë familja dhe a jeni mërzitur ju, kaq. Dhe ku qëndron tani vërtetësia e Rogertit, të ndërthuremi me fjalët që u than, Rogerti thot me një zë të lartë dhe në fakt aty pak më çoi të dyshoj, si Ledioni nuk e pyetën, domethënë Ledioni për të qenë korrekt me publikun, që Rogerti nuk ka informacion, se ne unë dyshova që Rogerti ka informacion nga jashtë. Do të thoni pse? Sepse Rogerti, gruaja e Rogertit në emisionin e Top Albania Radio, tha që Rogerti hyri me një mision për të ndihmuar Selinën, për t'ja lehtësuar lojën Selinës dhe për ta hequr edhe nga miri. Do të thënë ka qenë një mesazh, një amanet në thonjza nga tezja e Selinës kundërdrejt Rogertit, sepse gruaja e Rogertit dhe tezja e Selinës janë njohur në Londër të dyja së bashku. Tani, Rogerti dy ditë përpara, po një ditë përpara, në shtëpi thotë që për këtë shkak gruaja ime dhe tezja jote tani nuk flasin. Me thënë, ku e ka marrë vesh Rogerti që gruaja e tij Engji dhe tezja e Selinës nuk flasin?
Domethënë kjo është një pikpyetje. Dhe pikpyetja tjetër është kjo, që Rogerti mbrëm në surprizë dhe thot: "Ti e dinoj burnesh pse kam ardhur këtu. Ti e dinoj burnesh se unë do t'ja dal, por ajo për të cilën unë erdha këtu, mua ma ktheu shpinën." Edhe çuditërisht domethënë Ledioni nuk e pyetën që më fal, çfarë të lidh ti me Selinën dhe pse ka qenë Selina vajza e cila ti është dashur që të vish në Big Brother dhe t'ja rregullosh lojën. Unë mendoj që domethënë më la pak këtu për të kuptuar. Besoj që edhe juve keni krijuar pikpyetjet pse Rogertit nuk ju bë kjo pyetje dhe pse Rogerti ka pasur aq shumë të rëndësishme në fund të ditës që të vijë ai të rregullojë lojën e Selinës. Selina mund të bëjë çfarë të dojë vetë dhe mund të rregullojë lojën e saj. Domethënë këto janë disa pikpyetje që mua më çojnë pak të dyshoj në mënyrën e informacionit ose Rogerti është aq i zgjuar sa që në dhomën e rrëfimit, nga biseda që mund të ketë bërë me psikologët, mund ta ketë kuptuar të vërtetën se si qëndron marrëdhënia e gruas së tij me tezën e Selinës, një histori që në fakt është përmendur jashtëzakonisht shumë brenda kësaj shtëpie. Dhe e dyta, Rogerti ka nxjerrë mbrëm një anën e tij shumë njerëzore. Unë e di që njerëzit e cilët janë më nevrik, njerëzit e cilët janë me tonalitete kaq të larta, në shpirtin e tyre janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz shumë pozitiv, por çuditërisht domethënë, me sa unë e kuptoj lojën e Rogertit dhe strategjinë e tij, këtë shpirtin e tij të mirë, këtë zemrën e tij paqësore, e ka lënë ta nxjerrën në fund ndoshta të lojës. Sepse edhe mënyrën se si Rogerti e kthen përgjigjen, për shembull, në bisedën me Ledionin në dhomën e rrëfimit, ka shumë sinqeritet dhe njerëzit të cilët kanë shumë sinqeritet, domethënë nuk kanë pardon në bisedë, ato flasin në formën siç flet Rogerti. Gjithsesi ishte një intervistë shumë e bukur, por krijoi disa pikpyetje në momentin kur u përfol për historikun me Selinën, domethënë se çfarë Rogertin e lidh kaq shumë dhe pse Rogerti duhet të qëndron kaq besnik tezës së Selinës për të hyrë në Big Brother dhe për t'ia ndryshuar lojën Selinës, kur në fakt Selina nuk është banorja e cila po e ndihmon Rogertin për të qëndruar brenda në shtëpi. Domethënë Rogerti qëndron brenda në shtëpi me të gjitha karakteret e tij, unë kështu do ta them, me të gjitha dimensionet e tij dhe nëse Rogerti nuk ka dalë prej asaj shtëpie, nuk ka dalë nga fakti sepse është i vetmi banor kundër gjithë banorëve të tjerë dhe është e mira e të keqes, këtë unë e kam thënë gjithmonë. Dhe për këtë gjë në fakt më ka lënë pak të dyshoj, por gjithsesi, unë pash një familje dinjitoze, një grua e cila kishte një kulturë të jashtëzakonshme dhe mbështet rrugtimin e bashortit të saj.